Partia Demokratike ka denoncuar përsëritjen e helmimit masiv të studentëve në Akademinë e Sigurisë, duke e cilësuar si një dështim të rënd të shtetit për të garantuar standardet bazë të sigurisë ushqimore. Antari i kryesisë së PD-s, Grigel Smuçollari, u shpreh se fakti që ngjarja ndodh për herë të dytë brenda 2 muajsh dëshmon se masat e qeverisë janë inekzistente ose të paefektshme. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 helmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe mase, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në deturimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë e një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, po te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi i dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarë që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo qeveri është e përqendruar te ruajtja e karriges së pushtetit, ndërsa po le bosh karriget e institucioneve. Institucione që nuk funksionojnë më si garanci për qytetarët, por si fasadë, dhe koston e kësaj e paguajmë çdo ditë qytetarët. Sipas PD-s, degradimi i shërbimeve publike është pasojë e një qeverisjeje që është fokusuar vetëm te ruajtja e pushtetit dhe jo te problemet e qytetarëve. Duke konsideruar këtë dështim si alarmant për të gjithë institucionet publike, PD bëri thirrje për protesta, duke nënvizuar se ndryshimi është i domosdoshëm për të rikthuar funksionalitetin e shtetit dhe sigurinë për qytetarët.